Ish-deputeti demokrat Ervin Saliani I është përgjigjur me njëherë akuzave të bëra nga kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha, pasi ky I fundi deklaroi se nuk mund të pranohen kandidatë lidhur me kryeministrin Edi Rama në garën për drejtimin e partisë. Në reagimin e tij Saliani përdor tone të ashpra, duke akuzuar Berishën për bashkëpunim me qeverinë dhe përfitime personale. Sali Koltuku, plaku I lumtur në azilin e Ramës. Unë bëj burg, ti Sali bën lek nga regjimi Ramës. Ty Sali, të nxjerrë Rama nga burgu se I duhesh, mua më fut në burg Rama se e mund, por për mjeranin e azilit e Ramës që e kthyer ti, unë që bëj burg, shitem. Ndër të tjera Saliani akuzon Berishën dhe për afera dhe lidhje me zyrtar të qeverisë. Me ballukun ti Sali merr leje, licenca e tendera, por unë zhurmoj. O zoti fosile, ballukun dhe agasin nuk I bashkoj dot Rama, jo unë. I vetmi që I ke bashkuar në një formë je ti, se pagueshe nga të dy, edhe nga agasi edhe nga balluku. Prandaj nuk I nxjerr dot dosjet e të dyve. Publikoj të plota frikacak. Ti Sali për lek shet edhe shpirtin. Nuk të mjaftojnë koncesionet, lejet, kullat, tenderat, minierat, hidrocentralet, parqet, bregdeti dhe malet që po I shqyen bashk me Ramën. Dhe për të përfituar këto, nuk ke asnjë merak të legenosësh. Ai fajson Berishën për lidhje me Ramën dhe për pengimin e tij në kandidim. Unë nuk ja fal as Ramës as ty një vit heqje lirie, as heqjen e mandatit dhe as ndalimin e kandidimit. Njësoj si Rama edhe ti. Ai më ndaloi kandidimin për deputet, ti për kryetar. Në përfundim Saliani paralajmëroi se si Sali Berisha ashtu dhe kryeministri Edi Rama do të çmontohen politikisht.